Festivali ndërkombëtar i filmit Dea Open Air i është rikthyer Sarandës, qytetit ku lindi 10 vjet më parë. Për pasionantët e artit të shtatë, ky festival filmi është një mundësi që në mungesë të plotë një kinemaje në 4 mbrëmje verore të Sarandës, nga 19 në 22 qershor, të rikthehen ekranit të madh në sallë të hapur buzë shëtitore së qytetit të turizmit. Drejtori i këtij festivali shpreh se ne i mungonim Sarandës dhe Saranda na mungonte neve. Dhe ja ku është me 4 net Dea Focus dhe Dea Forum. Unë besoj që ne na kishte munguar Saranda, ky projekt ka lindur Sarandë. Shpresoj që edhe Sarandës i kishte munguar Dea filmi, se Dea është e Sarandës. Dhe përpara një viti morën vendimin për të rikthyer me 2 seksione, Dea Focus dhe Dea Forum. Dea Focus është një best of, siç i themi ne, ose filmat më të mirë që kanë qenë në vite. E vërteta është që ne kemi bërë një ndryshim të lehtë si vjet, duke qenë se nga përvoja e vjetshme spektatorët në më të shumtën e tyre ishin të huaj. Atëherë ne ju bashkuam filozofisë ose projektit të kulturës, të Ministrisë së Kulturës ose të bashkisë, për t'i ofruar përveç ambientit, përveç natyrës edhe kulturës shqiptare. Në natën e parë festivali u çel me filmin Biznesi i kënaqësisë me producent Goce Zvetanovski nga Maqedonia e Veriut për të vijuar me filmin Vdekja le të presë të Edi Topit. Sonte në ekran do të shfaqet filmi Këtu vallëzohet me ije, me protagonist aktorin e mirënjohur sarandiot Karfil Shena. Kur vi në Sarandë me vepra të mia, do kam një emocion të veçantë. Më duket sikur sikur jap një provim të ri, më duket sikur luaj për herë të parë. Gjithmonë vendi yt, hapat e tyre e tua të para, ta krijojnë këtë emocion. Mua të paktën më krijojnë këtë emocion. Shumë emocion do të jetë dita e filmit Këtu vallëzohet me hije të regjisë Pluton Vasit, shkenar të Bashkim Hoxhës dhe producente Vjolca Dedej. Më jepet dhe mundësia të flas qytetarëve të mi, atyre që më mbajnë mend apo më njohin, le të vinë, se do kënaqen. Rikthimet janë gjithnjë të mira e të frytshme, shpreh aktori protagonist. Ndërkohë, ai do të kërkonte një vëmendje më serioze nga pushteti vendor për këtë event. Rikthime të mira janë, edhe se nganjëherë të duket sikur vjen si djali plan prishës, por ato janë të mira sepse diçka korrigjon. Kur vjen diçka bën më mirë dhe vjen me një koncept të ri, vjen me një frym të re, edhe vjen dhe me mend të reja, që do të thotë tashmë këtu po thuaj se vetë 12 vjet kjo punë. Gjërat edhe kanë ndryshuar, nuk është më ajo Saranda para 12 vjetësh. Unë do doja që edhe nga pushteti lokal të kishte një vëmendje pak më shumë, pak më serioze. Do të ishte për mendimin tim, do të ishte open të jetë air, kur i thonë, por të ishte në një vend më të veçuar. Efektin kjo e ka tek gjallërimi i qytetit. Programacioni Dea Open Air mbyllet me filmin Emily të Ajola Dajës. Netët e magjisë së filmit patën spektator banor, vendas e turistë të huaj. Ky event pati 2 ekrane, një buzë shëtitores në Sarandë dhe tjetri në plazhin e Bukovnia Resort, ku shfaqen në të njëjtat orare të njëjtat filma të edicionit të Sarandës. Festivali ishte një ofertë më shumë për të ndjerë i shoqëruar nga arti në netët turistike të Sarandës.